Kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike ka marrë vëmendje të shtuar ndërkombëtare ku përfaqësues të lartë të qendrës së djathtë botërore kanë shprehur mbështetjen e tyre për zhvillimet në këtë forcë politike. Përmes mesazheve të ndryshme, aleatët e PD-s kanë vënë theksin te rëndësia e proceseve demokratike, reformave dhe integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në fokus të mesazheve qëndron procesi i ripërtëritjes dhe domosdoshmëria e një opozite aktive. Ish kongresmeni amerikan Bob McEwen, presidenti i IDC-CDI-s Andreas Pastrana Arango dhe sekretarja e përgjithshme e PPE-s Dolores Montserrat kanë vlerësuar reformat e ndërmarra nga demokratët duke theksuar mbështetjen për standarde demokratike. Plot vende që mund të vizitoja dhe plot popull që mund të shikoja, nuk ka një popull tjetër për të cilin unë të ndihem më tepër krenar se sa pikërisht ky popull. Ne ju qëndrojmë pranë jush në të gjithë këtë përpjekje dhe si një popull konservator dhe si popull që duam lirin, ne do t'ju mbështesim. Ashtu sikur se e tha edhe Sali Berisha, ne rrëzuam tiranin më përpara, do ta rrëzojmë përsëri. I also congratulate the Democratic Party of Albania for convening this National Assembly as an important moment of renewal, modernization, and democratic responsibility. This gathering reflects the strength of the political commitment and the determination to continue advancing democratic values and reforms in Albania. But of course, you have all of us, all EPP family, to help you, to support you, to be with you, to be again in the power, to give again freedom, rule of law and prosperity to this amazing country. Mbështetja është artikuluar edhe nga kryeministri kroat Andrej Plenković dhe partnerët gjerman të CDU-s, përfaqësuesit Peter Beyer e Volkman Klein, së bashku me përfaqësuesin grek të Partisë Demokracia e Re të Kyriakos Mitsotakis, Vasilios Gioiakas, kanë nënvizuar se sfida kryesore për PD-n mbetet ofrimi i një vizioni të qartë për të ardhmen dhe bashkimi i forcave kundër korrupsionit. We had an extensive conversation about the activities and the reform of the party. We shared the consistent pro-European orientation, and I would like to give you a strong support from the Croatian Democratic Union for a successful party convention and further electoral successes. And the expectations from me, from the CDU of Germany, and certainly from Europe and the rest of the world are very high. We count on you, and please take this responsibility with the utmost seriousness. There is no time for fights amongst each other, for competition, but you all need to face, just like us in the CDU over in Germany, on one goal, which is EU integration, and also when it comes to Albania, you know this much better than I do, fight against corruption, fight against organized crime, and offer a true alternative for Albania, for a leadership that really paves the way of your country into a prosperous and bright future. Në shtimin e pasigurive në mjedisin global, stabiliteti në Evropën juglindore, qendresa demokratike dhe horizonti i qartë demokratik, ne kuptojmë se ju besoni thellësisht në vlerat evropiane demokratike, të cilat luajnë një rol thelbësor në ruajtjen e së ardhmes. Dëshiroj të përgëzoj Partinë Demokratike të Shqipërisë për këtë kapitull të ri të ripërtëritjes dhe modernizimit. Ju uroj shumë suksese në përpjekjet tuaja për këtë vizion që keni largpamës për të ardhmen në Shqipëri. Gjithashtu Fondacioni Konrad Adenauer ka konfirmuar angazhimin e tij për të mbështetur zhvillimet demokratike në vend, duke vlerësuar rolin e opozitës në kontrollin e pushtetit dhe luftën kundër krimit.